Lajme, aktualitet, argëtim, horoskop, telenovela, showbiz, të gjitha në Metropol. Bëni subscribe në faqen Metropol. Njësoj si ajo dhe Bardhi, Sara Gjordeni tregon rastësinë me çiftin Egli Gjesti. Ish-banorja e shtëpisë së famshme Sara Gjordeni ka treguar një rastësi që ka ndodhur me mikrofonat e banorëve, të cilat janë me numra, ku Egli mban mikrofonin e Sarës, ndërsa Gjesti mban mikrofonin e Bardhit. Nga ana tjetër, Sara tregon që ka folur rreth marrëdhënies së çiftit, duke dhënë dhe një mesazh për gjithë komentet që thuhen për ta në rrjet dhe nëpër panele televizive. Ndërsa jep mendimin e saj për secilin nga dy banorët, ajo bën thirrje për të ndalur komentet negative dhe ofenduese për dy njerëz që po japin publikut kaq shumë emocione. Po ashtu Sara e thekson se e gjitha kjo është një lojë dhe se aty brenda ndodh një eksperiment social.